Përshëndetje miq të Adaga Media dhe mirë se erdhët në një video të re. Sot në këtë ditë të shënuar për të gjithë ndjekësit e Adaga Media dhe për gjithë stafin e Adaga Media në këtë fest kaq të madhe për të festuar pra një vjetorin e hapjes këtij kanali që me të vërtet brenda një dite ose 2 ditësh pra ka thyer një rekord shikimesh, subscribers, shkimin insur që në mëngjes me video të ndryshme, video përkujtimore, gjithashtu edhe me video argëtuese si FIFA Mobile dhe tashmë do të vijojmë edhe me një quiz këtu me flamura. Gëzuar një vjetorin Adaga Media dhe tashmë le të vazhdojmë me një herë me quizin. Do të shkojmë pak tek leveli 1 dhe të shohim pak. Shkojmë flags. Okay, United States është okay, pra Amerika, United Kingdom. 2 përgjigje të sakta, Sweden, Suedia, okay, Iran, kemi këtë flamurin këtu, pastaj vazhdojmë me Denmark ose Danimarka, ky këtu, kemi Netherland, është ky këtu, pra Hollanda, Turkey ose Turqia, e shikojmë këtu, Belgium ose Belgjika pra, okay, flamurin me 3 ngjyra, kemi Gjermanin, pra 9 përgjigje të sakta. Ky leveli easy me të vërtet pra po më duket tepër i shpejt, po kalon shpejt. Saudi Arabia ose Arabia Saudite, këtu vazhdojmë me India, okay, të thjeshta të gjitha. Azerbajxhan akoma janë të thjeshta, akoma nuk janë vështirësuar. Brazil, vazhdojmë shohim Rusia, pra janë këtu shtetet e thjeshta. United Arab Emirates është kjo. Okay, Meksika pra, dhe vazhdojmë me Australin që është ky flamuri këtu, pak a shumë i ngjashëm me Britaninë e Madhe. Switzerland ose Zvicra kemi këtu, këtë si plus. Izraeli, Çekia kemi këtu. Italia këtu. Kemi South Africa, është kjo këtu, po, vazhdojmë me Argentina që është shumë e thjeshtë, të gjithë ata që janë me Mesin, përkrahin Argentinën, Spain, Spanja, vazhdojmë Kuba, okay, është kjo këtu, vazhdojmë New Zelanda, pra Zelanda e re është kjo këtu, pasi këto tjerat i thanë, China ose Kina, kjo këtu. Okay, Kolombia, shumë të thjeshta, me të vërtet, Franca, Iraku, që është këtu, po. Algjeria është kjo këtu, po. Vazhdojmë me England, ky plusi kuq. Austria, tani Austria është kjo këtu. Vazhdojmë me South Korea, Korea e Jugut, që është kjo këtu. Ky flamuri këtu, i pari pra, Portugal ose Portugalia, Sy ose Ronaldo, pra ekipi i kombëtares së Ronaldos. Egjipti dihet, Japonia dihet normalisht, Kanadaja dihet, kemi edhe 2 të ky niveli i thjesht dhe kemi vetëm 3 jetë pra, nuk kemi harxuar asnjë. Norway ose Norvegjia. Dhe tashmë dhe të fundit, Siria është kjo këtu. Okay, tani next level dhe të shohim çfarë rezervon në leveli i radhës për neve. Mirë, dhe tashmë dua të shkojmë me një herë pa humbur kohë tek leveli i dytë. Vazhdojmë me flags sërish. Countries, okay, paske për të zgjedhur cilat do. Okay, po të zgjedhim një herë këtë 4 countries. Okay, kjo është Kili. Që ka i vështirë, tani këtë nuk e di. Bullgaria nuk është, Vietnami nuk është, as Kazakistan, Luxemburg. Okay, Jamaica dihet, këtë e dion, North Macedonia ose Maqedonia e Veriut, normalisht shteti fshim me Shqipërinë. Vazhdojmë. Ky është Maldives, jo, Finland, Georgia, as Kazakistani. Okay, është Maldives. Po çfarë ishte? Okay, kemi ngatruar Madagaskar, Romania, kemi humbur një jetë, Peru, North Korea, Tunizia, Armenia, Tunizia, okay. Kjo është Kenya, pa u menduar shumë, kjo është North Korea, vazhdojmë me
Irland, Libia, Morocco, Islanda. Pra unë mendoj që Irlanda, jo Libia do të kishte qenë. Këtu është Tunizia, jo Singapore, edhe një herë, try again, vazhdojmë edhe një herë. O, zot, Maldive, Skotland, Pakistan, jo, what? Malajzia, okej, se që më kanë pak vështirë, i kam harruar pak. Tani ky është Pakistan, Afganistan, Pakistan, okej, vazhdojmë, Maldive, Monaco, Slovakia, Kili pra, Monaco, okej, Maroko, vazhdojmë me Vietnam. Kjo është Kroacia, okej, se qënë ka i vështirë pak, u vështirësua Armenia, Ukraina, Lituania, Hungaria, Armenia, okej, vazhdoj me, çfarë është ky, Nigeria, Afganistan, Libia, Pakistan, jo është Libia, okej, Romania këtë e zgjollëm, vazhdojmë me ky është Kazakistani, jo, North Korea, jo, Islanda, Kazakstan, okej. E nisim edhe një herë për fat të keq. Pra tani do të mundojmë të mos bëjmë asnjë gabim. Jamaica. Vazhdojmë. What? Tani ja duke ja futur kot Turkmenistan me që të tjerat I dim. Kjo është Nigeria, Indonezia, Nigeria. Jo, po kush ishte? Ka qenë Monaco më duket parë, po se di. Kenya. Vazhdojmë. Tani Tunizia. Jo, po më duket se këtu nuk është të dhënë alternativat e sakta. Kili. Vazhdojmë Malezia, Tunizia, Vietnami, Skotland, okej. Kroacia, Indonezia, Turkmenistani, Lituania. Vazhdojmë me Madagaskar, Kroacia, Slovakia, kemi luajtur me të 500 herë, Armenia që e bëm, vazhdojmë me Jamaica, Luxemburg, Tunizia, Monaco, Tunizia, vazhdojmë me tjetrën, Polanda, vazhdojmë me Pakistan, Singapore, Bulgaria, Islanda, Bulgaria, Pakistan, jo më duket, Singapore, e gjetëm, Kroacia, vazhdoj me tjetërën Lituania, Vietnami, Libia, e gjetëm në fund, okej, Afganistan, okej, Monaco, jo, Vietnami, okej, do të ndrojmë nivel, tashmë do të shkojmë pak në Europë, të shohim pak në Europë, çfarë ka. Denmark, vazhdojmë. France, okej, na doli I flamuri shqiptar, Bolivia, kush është Bolivia kjo? Alternativa fundit e mbetur, Belgjika, vazhdojmë, Bosnia and Herzegovina, është kjo, okej, vazhdojmë paka shumë ngjashëm me flamurin e Kosovës, Slovakia, e gjetëm edhe pak më parë, Andorra, po që kemi luajtur 500 herë me të, Vatikan City, është Vatikani, e gjetëm. Irlanda është kjo këtu, vazhdojmë me Hungarin, është kjo këtu, vazhdojmë me Sweden, Suedia, Estonia, e kemi parë në Eurovision, Svitzerland, Zvicra pra, vazhdojmë me Poland ose Polonia, pra që nga pak të shumë të thjeshta, Belarusia, okej, është kjo këtu, ja futa pak kot, por që na doli plot, Kroacia, vazhdoj me tjetrën Ukraina, vazhdoj me tjetrën Wallace, është këtu, okej, e gjetëm. San Marino është këtu, po, që është edhe ekipi më kot në botë, pra e rënditur si ekipi fundit. Çipros është këtu, vazhdoj me Bullgaria, që është kjo këtu, Luxemburgu, kush ishte Luxemburgu, këtu I pari, pra Moldova, apo Moldavia, nuk e dim, Moldavia më duke quhet në Shqip, okej, ky ishte Albania, Shqipëria.
Shqipëria doli në këtë quiz kaq të bukur dhe kaq të këndshëm. Jemi krenar që jemi shqiptarë. Spanja. Vazhdojmë Slovenia, pak a shumë e ngjashme me Slovakin. Liechtenstein tani është këtu. Okej, gjetëm. Çekia. Çekia ka qenë kjo këtu. Okej, e gjetëm. Georgia e para, vazhdojmë me Malta. Kush është Malta tani? Jo, Monaco ishte kjo këtu, okej, e gjetëm Portugalia. Vazhdojmë me Romanin. Kemi Montenegro, Malizi, vend i fshinj me ne, North Macedonia Veriut ndryshe, Gjermania, Nederland, Hollanda, okej, kemi England, Anglia, pra Latvia. Kush është Latvia tani kjo këtu? Okej, e gjetëm, vazhdojmë me Italinë edhe thjesht kjo. Lituania është kjo këtu, Shqipëria ndërkohë vazhdon akoma të dalë, Norvegjia. Greqia, vazhdojmë me Skotland. Kush është Skotlanda? Tani, kush është Skotlanda? Kjo këtu, jo? Okej. United Kingdom. Tani mendoj që e kryem me pak fjalë. Islanda, kush është Islanda tani? Islanda ishte kjo këtu. Okej, e gjetëm. Edhe një Finlanda, e gjetëm! Okej, do të vazhdojmë akoma tani me... nuk e dim... Mirë, mendoj të vazhdojmë pak me Azin ndoshta, të shohim pak tek Azia, po North America, apo South America, apo Afrika. All Flags, shkojmë pak te All Flags. Ekuadori, kjo këtu a gjetëm me njëherë. Mozambiku është këtu. Okej, gjetëm. Malta është... jo... Slovakia. Tani që në kam të tëra. Mauritius. Okej, këtë nuk e dim. Jo. Tonga. E gjetëm. Shad, jo, okej, nuk që kemi të mirë me All Flags, shohim pak tjetër, shohim diçka tjetër, mendoj pra dhe tek North America njëherë, shohim pak North America, se mos ndoshta e dim. Kuba është kjo, vazhdojmë me United States. Vazhdojmë me Haiti, kush është Haiti tani? Jo, e hupëm. El Salvador. Jo, okej, Guatemala. Okej, e gjetëm këtu, Jamaica. Kanadaja. Bahamas. Jo. Okej, as këtu së që kemi të mirë, shohim pak Azin. Do të shohim pak Azin tani. Azia, shohim çfarë ka rezervuar për neve. South Korea. Maldives, kush janë Maldive tani, nuk e di. Kjo? Oman, kush është Omani? Jo, Taiwan. E gjetëm këtë, po Vietnami, këtu, vazhdojmë me Laos, kush është Laos, këtu, pasi këto tre alternativat e tjera i dim. Tajlanda, kush ka dalë Serbia. Jo, e nga trova, e kam shtypur gabim, sepse normalisht që Tajlanda ishte reklamën tjetër, por... Okej. Myanmar, kush është Myanmar tani? Këtu? Okej, gjetëm, shumë mirë. Turkish Republic of Northern Cyprus. Tani këtu ja kanë futur pak kot, se s'po e kuptojmë, por gjithsesi Japonia. Kazakistan është këtu, më në fund e morëm vesh se cili ishte. Sri Lanka. Këtu Sri Lanka, Laos. Tani Laos, mendoj është këtu. Okej, vazhdojmë me Vietnam. Çfarë ka tjetër? Siria. Vazhdojmë me Bangladeshin, vazhdojmë me North Korea, North Korea, harrova, thashtë ishte South Korea, Qatar, Qatari, këtu, okej, Kuwaiti, jo,
Rusia e gjetëm këtu Rusinë, pasi e dim, South Korea tani më në fund na doli. Saudi Arabia, Jemeni është këtu. Vazhdojmë me United Arab Emirates. Mendoj që është këtu edhe pse se dia. Uzbekistani këtu. Okej, e gjetëm. Mongolia këtu, pasi alternativat e tjera i përdorëm dhe pam se çfarë ishin. Bhutan këtu. Vazhdojmë me Kambodia këtu. Vazhdojmë me Filipines. Okej, Serbia, o zot. Kina. Vazhdojmë me Brunei këtu. Turqia, India dhe Izraeli. Vazhdojmë me Afganistanin. Lebanoni është këtu. Po, Turkmenistan është këtu. Okej, Samoa është këtu, pasi këto 3 tjera për fat keq e di. Malajzia. Po, Indonezia. Vazhdojmë me Pakistan, Thailand, Bahrein, okej, kemi këtu. Taiwan këtu. Jordania, kemi luajtur me të ndeshje miqësore pra Shqipëria. Tajikistan këtu, tani s'ka tjetër. Singapore këtu. Vazhdojmë me Oman, tani Omani. Kush është Omani, nuk e di, më kam frikë se do ta humbim. Për pak ta bëjmë këtë pa e kryer këtë. Unë nuk mundem pra të vazhdojmë të zjatë. Malajzia, edhe një herë shpejt. Afganistani, Hong Kong. Tani ja kanë futur pa kot për hajtë. Filipines, okej, United Arab Emirates, Bahrein, Nepali. Vazhdojmë me Kyrgyzstani, kush është Kyrgyzstani këtu? Okej, Myanmar. Okej. Jo. Turkmenistan. Tani Turkmenistan ishte këmë duket. Indonezia, Kuwait, jo. Lebanoni tani vetëm një shans kemi. Japonia, Izraeli. Vazhdojmë me Kambodia. Kush është Kambodia? Kjo këtu e gjetëm, për pak ishim duke humbur. Bhutan kush ishte? Më vjen keq, por më duket se jemi në fund të videos. Po mendoja të provonim pak edhe këtë kapital, ta provojmë shpejt këtë capitals dhe të vazhdojmë. Okej, North Macedonia. Vazhdojmë me Barbadosi. Jo. Seychelles, okej, e gjetëm. South Africa dhe pas South Africas me Norway, shpejt. Gaboni, ose unë ne gabojmë. Okej, e lëm krejtësisht. Gabon. Jo, okej. Mali, mendoj që është këtu, jo. Humbëm edhe dhe capitals. Mendoj që jemi në fund të videos tashmë. Pasi i kemi konsumuar me pak fjalë të gjitha këto të cilat kishim këtu. Ta provojmë level 3, ndoshta nuk pëmbëhet të mbaroj këtë video. El Salvador. Vazhdojmë me Democratic Republic of the Congo. Jo. Sudani këtu. Vazhdojmë me Taiwan. Fuqishëm me Taiwan. Vazhdojmë me Wallace, Bangladesh. Vazhdojmë me Bahamas, kush është Bahamas tani? Jo, okej, Tajikistan, duket se e konsumuam. Okej, ishte ky. Estonia, dhe të vazhdojmë tani me tjetrën, Lebanon.
Vazhdojmë me Paraguay. Kush është Paraguay? Këtu, okay, gjetëm, ishim shumë të mirë. Jordan ose Jordania, vazhdojmë me Turkish Republik. Okay, se shumë emra të gjatë që pas kanë Venezuela. Venezuela është këtu, vazhdojmë me Ekuadorin, vazhdojmë me Jemenin. Kush është Jemeni? Këtu, jo. Okay, kemi konsumuar me pak fjalë të gjitha, nuk mendoj që tashmë është e nevojshme të vazhdojmë akoma. Ju shpresoj që t'ju ketë pëlqyer sa më shumë, unë u kënaqa. E shijova me të vërtetë shumë këtë video, juve t'ju ketë pëlqyer sa më shumë festat, pra t'u keni festuar sa më shumë, pse jo. Për sa i përket këtij një vjetorit dhe kësaj dite kaq të bukur e kaq të këndshme që të gjithë e festojnë. Pra tashmë do të rikthehet në një festë kombëtare, do t'i themi Edi Ramës, që ta bëj dhe ta shpall pra presidentit, mund të themi, pra Bajram Begaj, që ta bëj festë kombëtare. Ta shpallim festë kombëtare të gjithë dhe të festojmë. Ndërkohë unë besoj që së shpejti do të vi një vlog se si e festuam neve një vjetorin. Tani nuk e dim se çfarë do të ndodhi apo jo, sepse neve nuk është se i bëjmë këto planet pasi zakonisht prishen rrugës, kështu që nuk duam që të na prishen planet. Prandaj faleminderit shumë që na keni ndjekur. Shohim e bëjmë nëse do të vi një vlog tepër vlog i bukur ku do të jenë shumë veta të cilët do ta përgatisin. Faleminderit që na ndoqët, like, subscribe dhe bye bye.